Bismillahirrahmanirrahim. Me njëherë pas Ramazanit, për çdo vit, qarkullon ajo çështja se a mundet muslimani ta agjerojë fillimisht 6 ditët e Shevalit para ditëve të mbetura nga Ramazani. Për shembull, ka mysafir ose udhëtar, pra të cilët në udhëtimin e tyre kanë lënë disa ditë pa agjëruar nga Ramazani, ose femrat me menstruacione kanë lënë disa ditë pa agjëruar nga Ramazani dhe përjetoj e kanë detyrë të agjërojnë kaza ditët e mbetura nga Ramazani. Por a mundet të agjërojnë ditët kaza pasi kanë agjëruar ditët e Shevalit? Shumica e dietarëve mendojnë se është e lejuar, për vetë faktin se Aisha radiallahu anha ka agjëruar ditët kaza të mbetura nga Ramazani që shkoi para Ramazanit të ardhshëm, pikërisht në muajin Sha'ban. Dhe ky është një nga argumentet e forta faktikisht që shumica e ulemave mendojnë se agjërimi i ditëve të mbetura kaza ka hapësirë kohore 1 vit deri pa ardhur Ramazani i ardhshëm. Çfarë do thotë? Se mundet njeriu, besimtari dhe muslimani, të agjërojë ditët e Shevalit përpara se të agjërojë ditët kaza. Ky është mendimi gjithashtu i 3 shkollave juridike, medhhebit Hanefi, medhhebit Maliki dhe medhhebit Shafi, kurse në medhhebin Hanbali ka 2 mendime. Imam Mirdawi dhe të tjerë mendojnë se brenda medhhebit, domethënë, mendimi më i saktë i medhhebit Hanbali është që lejohet të agjërohet gjithashtu ditët e Shevalit përpara ditëve të kaza, përderisa ditët kaza të mbetura nga Ramazani kanë hapësirë kohore pikërisht 1 vit derisa të vi Ramazani i ardhshëm. Pra ata kohën pothuajse se të gjitha shkollat juridike në lejueshmërinë e ditëve agjërimit të ditëve Shevalit përpara se mund të agjërohen ditët kaza. Përse e gjitha kjo? Sepse ka njerëz të cilët janë të ngarkuar ndoshta me punë, janë të ngarkuar me aktivitete dhe veprimtari, dhe nëse agjërojnë dhe 6 ditë të Shevalit, gjithashtu dhe 6 ditët apo 7 ditët apo 5 ditët e mbetura nga Ramazani, bën shumë ditë dhe janë të ngarkuar. Atëherë çfarë ndodh? Përderisa ditët e Shevalit kanë një kohë, domethënë, brenda një muaji dhe nuk mund të agjërohen, domethënë, në muaj të tjerë, atëherë kanë lejuar ulemat që të agjërohen 6 ditët e Shevalit në fillim, pastaj mund të agjërojë muaj të mëtejshëm, ditët kaza të Ramazanit.